Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq dhe gjithë ju që na ndiqni në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Java kalon shpejt dhe si gjithmonë të martave përpiqemi t'ju sjellim rrëfime interesante. Kësaj radhe do të bashkëbisedoj me profesorin, krijuesin, mbledhësin shumë informacioneve që kanë të bëjnë me kulturën dhe politikën lokale të Deçanit gjithsesi, por edhe më gjerë zotin Adem Lushaj. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm. Ju njohim të gjithë për tema që trajtoni në thelb gjithçka që ka të bëjë me trashëgëminë dhe historinë e rajonit të Deçanit, por edhe Junikut. Ju njohim si një bashkëpunëtor i promovimit të veprave nga shoqëria Vatra, një shoqëri renome në ruajtjen e çështjes kombëtare dhe dashurisë. Çfarë do të thotë kjo për ju? Keni prekur përgjatë rrugtimit tuaj dy pika shumë interesante që lidhen me rrugtimin profesional tuaj. Edhe njëherë faleminderit për ftesën dhe kënaqësi dhe i përshëndes gjithë shikuesit e televizionit Syrivizion. Jeta të imponon shumë gjëra të provosh apo të jesh në to të udhëtosh, ashtu që edhe jeta ime ka qenë e tillë që të udhëtoj me çështje të ndryshme, të larmishme, kryesisht të zonës së Deçanit dhe Junikut, sepse Juniku deri në vitin 2008 ka qenë njësi administrative e Deçanit. Edhe kur flas për Deçanin, do thotë përfshihet edhe Juniku. E kam pas them fatin e tillë ndoshta. Edhe si mësimdhënës, po edhe gjatë të luftës, e mas luftës me njëra sillet si Këshilli i Drejtave të Lirive të Njerëzit në Deçan, të mbledhim dëshmi për krimet e luftë që kanë ndodhur gjatë vitit 98-99, së bashku me grupin ndërkombëtar të krizave, dhe ishim me Këshillin e Drejtave të Lirive të Njerëzit në Gjakull, kishim Raveci, Deçani dhe Malisheva, e kishim një projekt. Dhe ne mbledhëm dëshmit me një periudhën korrik, 10 orë 99, me njëherë, sa po udhëteshim. Ato dëshmi ne fatbarësisht i patëm rujt, duke mos mendu kurse do të vjen koha që ndoshta të botohen. Mirë po ishte edhe një marrëveshje me grupin ndërkombëtar krizës dhe tribunalin e Hagës, sepse këto dëshmi në gjykatën e Hagës, dhe erë koha e tillë që dalin në dritë. Arsyeja apo pse në zbar këtu është vizita që më kishte bërë një herë në zyrën time, shoqëras intelektuale të pavarur, adetari apo botuesi Rames Stafilaj, dhe i shet dëshmit mbi tavolinë që ishin shkruar me dorë. Do të flasim pastaj edhe përmes fotografive. Po, që ishin shkruar me dorë, dhe më thotë pse s'pi boton, ja rrudha krat, sepse me një rrogë mësimdhënësit, me 3 studentë ishte pak problem që ti botoj. Edhe fati deshti që Rames Stafilaj ta boton. Pastaj ka marrë për krajin e kryetarit të Deçanit bashkë me Mosej, dhe kur s'kam menduar se do të vjen koha se unë do ta vizitoj Amerikën. As më shumë kur kishim do problematika të themi me politikën që zhvilloi rreth manastirit të Deçanit ku. Dhe ju keni shkruar shumë për këtë çështje. Shpallën si person non grata manastiri, pastaj e kishim një fërkim edhe me ambasadorin e Amerikës dhe asaj çështje, po punën nuk e ndalëm dhe fati që ta vizitojmë Amerikën, 2 libra tona, edhe manastiri Ti promovoj Vatra. Dhe prona shoqërore dhe krimet serbe, të promovon në Vatra, pastaj në konzulatën tonë në New York, ku na ka pritë konzulli Ibrahim Reka, ambasadori, si edhe në Dallas. Po para kësaj ne kemi promovuar në Çeki, i kemi promovuar në Zagreb, në Tiranë, në Gjakull, do të Deçani veç po dihet, do të veç ka pas promovime të tilla. Faleminderit. Profesor, ne sot do të flasim ose do të rrugtojmë në kohën tuaj përmes fotografive gjithçka që ju keni vlerësuar se janë më të rëndësishme për jetën tuaj. Nëse jeni gati, do të fillojmë me fotografinë e parë e pastaj të shohim se si do të shkojë kjo rrjedhë bisedës sonë, për të cilën uroj të jetë sa më spontane. Çfarë thot kjo fotografi për ty? Është Se është e rëndësishme. Baba e nona,
Po. Do thotë baba ishte bujk në 2 vjet shkollë, nëna po ashtu angliste. Do thotë që janë më dashurit, edhe aty është djali i parë, se 2 djemë me një vajzë, edhe është djali i parë, do thonë që pastaj këtu jemi traditun prej motras, motra më madhe, janë 8 motra, 3 vllazën, do thotë 11 fëmijë. 11 fëmijë, 2 na kanë vdekur, do thonë 13 që kemi pas, do thotë që jemi familje. Kjo tjetra është vllazërit. Unë i madhi, ai në qash është i dyti, ndërsa ky në mes është i vogli, do të është familjare. Si është rrethuar me jetu njeriu me 11 vëllezër e motra? O është problem se... Në kushtet e asaj kohe? Nuk kishim faktikisht një dhomë mund më themi krejtë si... Më është dashur që të shpejtoj pak të krye studimet, matematikë, që të hynë punë me mbajt, sepse kishim pak problem për më ushqyje. Mirë po fatbarësisht na kanë ndihmuar ka pak edhe dajtë baballosh se mjellë do zona. Mirë po ishte kënaqësi. Kjo është rast kur ndoshta jo i këndshëm, vdekjen e nënës që kishim, edhe u bëm bashkë të gjithë. Po s'ka me bëj jeta, ka që soj, veç është kënaqësi edhe tash kur bëhem bashkë, është një ndjenjë kënaqësie. Natyrisht. Urojmë gjithmonë për të mirë të mblidheni. Kalojmë te fotografia tjetër. Ku na ka shpije kjo foto? Kjo është mësuesi im. Do thotë edhe në librin që kam këtu tash të rrjedhë është ndër personalitetet që unë i i vlerësoj, është mësuesi Abdyl Nushqekaj, dhe prej klasës parë dhe në klasën e 4 me ka përcjell. Edhe pse kisha kushtet shumë shtira, më ka ndajt gati shumë, edhe heshin biseda me ta, ma bëjke je po folë sukur ples, sukur me konë plak, edhe ma kanë ljonë njofë këtë plak. Shife. Do të thënë po, dhe këta i sa e kom kry studimin, po isë plak e kom pas njofën prej mësuesit Abdyl, në shkollën e Rëznicit. Çfarë kujton nga kjo periudhë? Është ne udhtonim, kam prej Shaptej në 3 kilometra, shi, borë, i kishim kushtet, jashtëzakonisht vështira, mirë po thëmë, është kur takohem me shokë e shoqe, se kem me disa prap, ishte një kënaqësi, këtë person e kam numër 1, do në dhe personalitetet që unë i smej mas shumëti, nga se ka qenë mësuesi i parë. Mban mend ndonjë këshill interesante për ti? Po, vazhdimisht për këtij, vazhdimisht ma para më ka thonë që përkundër gjitha vështërsive si kisha, shkollimi më standalej. Edhe jem faktikisht jem unë më shkollue, sepse dojshëm me mnal, me rujt lopët ose sërikon punë të bëjësis, po unë jem kom regjistruar edhe gjimnazit, pastaj do thonë jem mirë i parë që për 11 dhe që kom kry studimet, se pastaj jo, vitët 90, lufta edhe po tjetë, po patër vazhdojmë aty këtu. Natyrisht. Faleminderit profesor, kalojmë tek fotografia tjetër. Po, është njëti semblans. 75-76. Një dallim, kësaj me ato, unë im qaj nartin majtas, në aty s'kom qenë qatë tjetërën, sepse nuk isha mundësi pagese fotografisë, edhe më dashka shpesh me ikë, më shmongë që mos me dalë. Po këtu më kanë zonë njëherë mësuesi, edhe më ka thonë jo, ne përgjigjëm, edhe jemi dalën me kolegë, se më dashka kare me ikë. Sa vështirë ka qenë me i menagju këto emocione? Ne edhe ishim shumë, u dashke e fletorës me shkut me motrën, me motrët tjera vllazën, për e mujtë, po jeta ka qenë në gjithë dhe pëllujse njëjtë. Fiks. E pas kësaj fotografie të bukur, koha kalon, vitet ecin, njeriu zgjedh të filloj diçka tjetër, ose të jap prioritet diçkaje tjetër. Me tonë drejten, njerë kun pas këfut mos të martohem, për shkak se isha i denum në 90-ën, për shkak aktivitetet mija, edhe pretëshem moment, disha kur për dalë, po s'disha po kthehem, edhe si kisha kushtet, i kisha jashtëzakonisht kesë, se na largun prej pagave, ves ato ndimat se ne efshin në qeveria jonë. Dhe nuk dësha ta marrë në qafë askon. Edhe kushtet, edhe zdesha si pështoj, po një profesor imi, i kisha edhe fëmijën e tina në zonësë, tash është hero i Kosovës ma gjënë qekaj, motrat e mija me vajzat ti
Si lidhet ndërmjetësimet që bojnë edhe nuk s'ma ka bërë dert fare, kështu që është fotografia 94, ndonë që kom qenë jashtëzakonisht dop në shëndet, për shkak se kushtet. Pra është viti 94, gruaja është nga Strelci, gjyke Hasan Metaj Halilaj, do thotë që çfarë ke mësuar nga bashkëjetesa me gruan tuaj? Them, unë tash pse me 2 mastera, them, edhe doktoratur regjistruar, kjo është me 8 vjeçore. Mirë po nuk kesh kufi, s'kesh kufizim kur mundesh me bashkëtu mirë, do në gjithmonë kemi gjetë një gjuhë kom trajtue, s'kur me qenë nivellet arsimit barabartë, edhe shoqja gjithmonë ka trajtue, nuk e ka pasat të lashe ku përshkone, ku s'përshkone të atu, do thotë i ka krye obligimet e vetëm, asë njëherë nuk dalë për dere me makinë, pa dalë me për cilën, do thotë për mund ka qenë një fat, që një kompromis bashkëtor. Edhe fëmija më kanë dalë asisoj, do thotë nuk do të thotë niveli arsimor se nuk mund me pas një... Kot nuk thonë pleqt, diploma nuk të bën njeri. Unë kom gjetë gjumë, shoqen, kështu që bile kom një rast jashtëzakonisht që më ka marrë në qafë me vdek në vitin 2009, ka qenë gripi i derrit në atë kohë. Kjo smut, unë isha me aktivitetet e mia demokracia në veprim se ishin në zgjedhjet lokale, edhe isha përgjegjës për monitorimin e zgjedhjeve. Kjo smut, unë të morë me fushat zgjedhore, deri në gjysmënjës të shkoj në shtëpi. Mirë po, ditën e zgjedhjeve, do thonë natën e zgjedhjeve si kanë përfunduar rezultatet, të honën e menjerë në Deçan në ambulant, prej aty për spital Zoti edhe profesor doktor Shamsedin Dreshaj, gruaja tash është gjallë, u pretke në shku, po ke fati që 13 tjerë kanë vdekë, kjo ka pështuar pse u pretke në çdo moment me vdekë. Po ju më falje të në herë, se ishte pak problem me elon gruan në atë gjendje, po vetëm me kryt përgjegjësitë detyrat që i kisha marrë si udhëheqës demokracisë veprim për Deçan. Kuptohet. Kalojmë te fotografia tjetër. Prap, është shkolla ajo që... është misioni i mësimdhënies. I ndalë, kjo është gjenerata 3, që e kom, do që ka 4 vite. I ndalë moshë shumë 3, do në arsim për shkak me mujt me mbajt. Do në 87 kom fillu punën si mësimdhënës, po i diplomu. Dhe u dashke po thuj se dejnë du me dnatës me ushtruhe, matematikë, që të reshen konvikt edhe në salën e leximit në kat 2 që në Pallatin e Kulturës, pastaj me lexuar nga pak romane, që të rektohem, dhe të kryj studime dhe të dalë punë, pra është një kënaqësi e imja si mësimdhënës, që edhe sot e 38 vite më parë, do thotë e ushtroj këtë detyrë. Kështu që prap me pyet a kishte ndrru profesionin, nuk do të kisha ndrru, edhe pse nuk është trajtimi i duhur i mësimdhënësve, po për mua është më rëndësi misioni që kemi pas në edukimin e brezave dhe deri me tash kam respektin vazhdueshëm, edhe pse pak a shumë njohin pak si të vështirë. Këtu do doja të dija, cila ka qenë ajo lidhja jote me nxënësin? Unë den do më natës punoj me nxënës. Po. Tash bëj online, s'është problem hiç. Kur nuk kam pas jo po më pengon, as po më pengon, vazhdimisht, po ata kanë pas konsiderat, po edhe do shta pak në matematikë se kem kriteret dhe disiplinën. Jeni pak më. Mirë po, kur s'kem pas të lashe, më kuptojnë, thojnë i vështirë, po e kanë pas që nuk kemi vështirë, thjesht ata që mësojnë, do thëtë, ecin, mirë, po tha më shtarë koha që mësim dhe njësar pak është në situatë jo të durë, po unë kam kënaqësinë të vazhdoj, i thamë mësësi matematikës, edhe pse kom pas mundësi të shumë të atë kyqëm, që politika, apo detime tjera shkencore që i kom kryme. Të fshin për vete, kjo profesioni mësimdhënies të bën për vete. Mu më vjetë gjëna me lëshu arsimin edhe qështu që ndrej. Është një për profesioneve që mishnohësh me të. Kalojmë te fotografia tjetër? Po ashtu, kjo është e kohëve të fundit në Rastovic, ajo ke njerëzish, kjo është në Rastovic, do të është e vitit 2018. Kom kaluë në prej Glazionit, pa ta shku në Rastovic
edhe ndoshta nuk ka mirë me thonë, vetëm më kërkuan prapë të kthehem, edhe janë të gatshëm fshati Rëstovic me hek shpenzimet e udhëtimit. Bile shkua deri ato, në thotë se jemi në gjendje me ta datu një statuj për këto vite që ki punu. Po unë e kom gjetë nxënësat janë të mirë, kanë qenë çdo kund, po Rëstovic i kom gjetë, çashtu që kom gjetë, unë e kom kryer vetëm punën time, që kom të obligative, po suksesi nxënësave u varë prej nxënësave, prej prindve, edhe gara të matematikës së profesorëve të Deçani, 50% nxënësave kanë qenë nxënësat. Në vlerësimin tuaj keni pas çfarë mesatare të vlerësimit? Po në matematikë është pak... Se matematikë gjithmonë. Sjellet rreth 3-shit. Me shku deka 3,5, 3,80, që është asi, po na duhet se mrena klase prej 1 deri në 5 duhet më minutat. Po. Edhe ai më semblon se thotë për 5 vjet unë e di, është gabim. Ja, natyrisht. Edhe jo njesh duhet me lënë, jo po, unë i lënë edhe tash. Edhe punoj gjatë verës me ta, i blej edhe lëngje, edhe punoj me ta. Mirë po nuk i çoj, duhet me bind ata që duhet me mësue, e kanë për jetën e vet. Unë kam pas raste kur prind, ajo do të mirën për fëmijës tonë, po. Atë shtinë të mëson, dhe s'ke nevojë më thonë më faleminderit se si dush, po dhe aftësojmë për jetë. Kjo është. Për mua është jashtëzakonisht mirë ka qenë edhe. Kjo do duhet ishte më e mira. E kalojmë te fotografia tjetër, shohim se çfarë emocioni do të na jep një tjetër fotografi, prapë me nxënës, apo? Kjo është gjenerata parë, do të thotë se kam filluar njerëzis. Gjenerata e parë mban kujtime të pashlyera, besoj. Bede këtu pjesha, që këtu poshtë është Bujar Haradinaj, tu e ndo që jenë, tash edhe dëshmorë jenë jashtë, pra është gjenerata parë që e kom marë, si më semblancë. Kryesisht Glogjan e Shaprej kanë qenë, po kom arrit jashtëzakonisht shumë me ta. E gjeta një gjuhë, në të shumë mirë, edhe tash kemi. Vitet e para të përvojës të vnun ndonjëherë në dilemë, është profesion i vështirë apo jo, ke bërë zgjedhjen e duhur? Unë kur e kom pranuar me studiue, se mas pare kom kryer shkollën e lartë pedagogjike këtu në Gjakov, kam diplomën qershor, do thotë gjitha provimet, pastaj në 2010-2012, sipas programit të avancimit dhe kualifikimit të bënse, po e kemi kryer 2 vite tjera. Unë e kom zgjedh profesionin, edhe prapë njëjtin do të kisha marrë, sikur të kthehesha në fillim, prapë po them. Nuk jam, themi, pishman kështu pse e kam marrë atë profesion, po është, unë e kam edhe me gazetari jam marrë shumë, jo me gjëra tjera, po për mua është profesioni i mësimdhënies. Prioritet. Prioritet është mësimdhënia. Natyrisht. Ecim tutje. Hajde më trego kjo fotografi, kush është ky fëmijë? Po, është djali, do thotë. I pari, fëmijë i parë? Po, ishte fëmijë i parë. Isha i lëndum rënd se pa të ndëmtu unazat edhe kom pas met 3 muaj. Farforme paralizum, qatë vite edhe isha i martu, edhe kishë zërë se në do të ketë fëmijë tjera, po fati zotit. Ti ishte lënduar në burg apo? Po, në stacionin policor në Deçan, sepse më kanë morë prej orës mësimit. Më kanë nxjerrë nga ora mësimit, edhe dorën edhe unazat. Kesh dënuar atër nga gjykata. Mirë po, ishin fjalë, jo, do të ketë fëmijë, do të ketë fëmijë, po fati deshti, djali, qika, djali, do thotë, edhe... Si e kujton prindrimin për herë të parë? Pa, ma shumë i du të përballë këtyre diskutimeve që kanë qenë në komunitet. Tash, ma shumë se gjësh i lidhën me nipat dhe djemë të vojzës, se ndoshta për fëmijët e mi, mirë po, edhe pse unë kom qenë gjithmonë i kom dashur fëmijët, edhe fëmijët e kujshive i marrsha me veti, të ishim na bagrena. Dersha i merrsha libra të ushtru, edhe e merrsha i fëmijë me veti, edhe me lujt me to, edhe të ushtru, po them, ma mirë është ndjenja të është si gjësh, ma shumë për i dojshë fëmijët e fëmijëve, se sa ndoshta fëmijën e mi, po fëmija i parë është i pari. Tash djali është, ka kryer master matematik, po ashtu është. Vajza është edukimin, fakultetin e edukimit të Gjakov, djali i dytë po ashtu ka master në gjeografi, do të këtajnë ka shqyqojnë 2 djemë me rrisu doktoraturën, do të thotë që
Më ka kompetzu. Mashallah. Ke qenë prind bashkohor, tradicional? Po, se më ke zgjedhur një mes? I kom trajtuar si unë nxënës e kom pas. 3 fëmijë mi kom mësuar vetë, po mos po interesua është jeme ku është. Unë as që e kom ditë se e kom të mija se kom. Aty e nxënësa të gjithë, për mu e njëjtë. Po, i kom, jo në ashtë ato metodat, ja, zbën shtu, bën e shtu, po jam mundu me edukua, ma shumë ka mua njona vetë. Edhe pse kanë desh, ka pak me bilazru, se jatë mitë. E parë se dhe mas baba njona, po jo edhe jenë dëshmu si shembull edhe në vllaznin thoi shpesh, jo si fëmija tu, po jo, fëmijët e në gjithë, po varet rrethi, apo dhe familja, ndikimi familjar, që është dikon. Po jemi kënaqur me fëmijë dhe me tash jemi kënaqur. Shumë e bukur, e pas kësaj fotografie, kalojmë te një fotografi tjetër. Çfarë thotë kjo fotografi? Kur është për? Kjo është që majtë zgjedhjet e para në 92-ën. 92-ën. Po, unë jem këy me ndres, isha kryetari i komisionit zgjedhor. Arsyeja pse tash më vesh me ndres, im punës për test, po në rast mos me dyshue se ishim përcjellën vazhdimisht prej policisë serbe më ato. Edhe isha kryetar i komisionit dhe më dashkë ndresën, ajo është kutinja, edhe pas përfundimit të votimeve, e kemë bëjë fotografi të përbashkët, si kryetari i këshillit lokal zgjedhor. Kush garonta aso kohë? Po atër ka qenë, do të legislatuar parë, na kemë pasë o zgjedhje Mërshluhaj, ka qenë sa subjekte politike? Baba i këtij Krekit, Haxhi Kreku, edhe ka qenë nga ana tjetër Sadri Tafilaj, do në zgjedhje si në zgjedhje për tu, ka qenë garus PSHDK-ja, partia fshatare, po të na kemë qenë garus 2 parti, se kemë pasë partinë shqiptare demokraciane në atë kohë, po LDK-ja do të ishte lëvizje dhe kishte primatin. Pra këtu jemi bashkëfshatarët e mi, tash që kemi. Kalojmë tutje? Kjo është oda. Odat e dikurshme. Është... A që një shkollë në vete, një institucion në vete? Pas lufte kjo është, sepse 2 herë nuk ka djegë shtëpia, bile në rastin e 24 marsit, ndashtë e kujtuat Odesiada e fëmijëve dhe 2 mësimdhënësve, mësimdhënësit Bekim Avdia dhe Lume Avdia i Lushaj, me nëzënësit si në kënë panë zonë Pang, atë natë kanë qenë të une, do të kanë nikë në përterë, edhe kanë ardhë në shtëpi. Unë isha ves me babën, se ke sulme e ke nikë, edhe familja e Ramushit ka qenë, sepse për shak lidhje familjare i bashkërisht, na u djegë. Na djegën 2 herësh, e mundu me nëzonë mua. Po isha i lajmëruar se mos të rrinë shtëpi të largohem. Bile një herë i kanë panëzonë ta në Këshillin Drejtë e Ligjit në Gjakovu, me 23 mars, vetëm me Fuat Haxhi Beqiri ka pështu, e kanë morë Valentinë Xhurën, i kanë morë ishtë kryeprokurorin Elis Selima, i disa tje, i kanë maltretu shumë ronë, Selim Selmonesin, i kanë maltretu shumë ronë të i pytë për mu, po ta nuk e dishin ku jam, dhe i kërë Selmonej i ka thonë a ishtë në luftë, shkone atje, atë e në mundu me nëzonë, po e ne kemi bo pres, duhet imi familje, dhe thonë vllaznia e Lushaj, zakonisht reshim shtu bashkë, po tashti jemi pakua, disa i ndalë jashtë, disa i kanë dalë Deçan, disa në Vitëmëric, odën e kemi halo, është oda. Ka kujtimet bukra në për oda, ha? Po, është një farforme shkollë, sënë si i vogël ku mërë pjesë, më shteshen me të regu pralla, si plak tash, një farforme. Fiks, po. Edhe tash më dheshme më stimulue, atër ka pak pare kështë si jepshim, e aty e kënë oda aty nësi. Edhe unë tash e kam odën, dhe më thonë, edhe pse nuk shfrytëzohet ku më ditë sa, po këta djemë të ri, rrinë shpesh e luajnë me letra, me lojna dëshme, kapuqa, edhe në rast gëzimi apo hidhërimi. Natyrisht, e ka vendin e vetë edhe një farforme ruhet ajo tradita dhe kultura e zonës. Do të gjaja e parë që kemë bo mas lufte, e kemë bo odën, për shkak se ishim vllaznie madhe, me pas... Para shtëpis, oda ka pas prioriteti. Merë kesë me asu një fotografi, që shkem qenë shtëpi me një mas lufte,
unë s'kam pas as 40 kg, djeg në asi, po ma mirë thamë odën ta bëjmë për shkak të rasteve se atë dalë nga dalë. Natyrisht bën të gjitha dhe janë bërë. Kalojmë tutje te fotografia tjetër. 9 mars 98. Po, është drenitësimi me juve, unë jam ai djatas me jakën e Gjermane, bile do ples. Bashin shumë protesta së kohë. Patën thonë, del se të keri, del për mrapa, sepse i kishim snajperisat, i kishim në balë, edhe janë kohë nëse nuk i harrojmë. E kjo ishte arsyeja se një kohë edhe hezitojsha të martohem, thënë. Edhe kushtet edhe thësha po mbrojnë, po se më ndalë, vazhdimisht këmë qenë aktivitet, edhe si zyrtar për informim, shqitit dhe të lirë njërë, në të rezë, aktivistë i LDK-s e gjitha tjera, pra është një protest në rrugën e kujt vetojmë të është një. Kjo si zakonisht pejtuit të Këto protesta ishin paqësore, në solidarizim me Drenicën, por gjithmonë të frikshme se çfarë po ndodh, mos po eskalon diçka. Deçani është i njoftën për prisë e zhvillime, edhe të nëndën, edhe në 10, edhe këto të ashtim, Drenicimi me juve, do thotë, ka qenë masakra si pa të në Kuptohet. Aty do thotë edhe janë të protestat. To është e satë më shkolle, janë disa aktivistat maj po që vazhdimisht se në Berisha, me Metosaj e tjerë. Po. Kalojmë tutje, fotografia tjetër? To ishte mas luftë me njëherë, sa po i dalën. Po... Ku është bërë kjo foto? Është në Prelep është kjo foto. Kishim një ceremoni të rivarrimit të atyre dëshmorëve që patën ra mas luftë me njëherë, do kjo me njëherë mas luftë do thotë është në fotografitë e parës që e në bu mas luftë. Do thotë zakonisht u shoqëresha me avokatin e satë më shkollej, në djerë tash, është ka qenë promotori i zhvillimit të Deçanit dhe hartuesi statutit të komunës sipas kushtetues Kaçanikut. Ka dënuar me 4 vjetë diçka burg. Unë isha vazhdimisht me to sepse edhe në gjykim e kam pas avokatem ka pa njoftis. E për ati momenti jam shoqëruar me to, po bile ja kam pas se ka pa hub veshkët, 2 veshkët. Në burg ja kam pas afruar veshkën time, po si ka ra edhe motra vet e ka pas dhëruar një lira se ka në pej. Ky është të me kes kuptohet, tjeshtë. Pa. Kalojmë tutje? Interesante. Çfarë thotë? Edhe këtu po më duket është viti 2001. Kjo ka qenë një general, kolonel i forit me qendrën Deçan, për shkak të aktivitetet të mia që kam pas shumëta. Për herë të parë kam arritë që forit të del me pi kafe në lokale, sepse nuk i kishin sigurin. U kishin në frikë, unë i kom marrë edhe i mi dalë në rësën. Kishin frikë prej kujt, kur qyteti ishte i lirë? Po, jo, frikë po kanë pas urdhën nësë në dalë në për lokale edhe tash ta sigurin të akfori e kanë sigurin e vetë. Natyrisht, protokollet e tyre. Po, bele një restoran mas pari një Millenniumi ka qenë, kanë shku mas pari forcat e sigurisë se ata e kanë testuar vendin, edhe pastan ne kemi shku me kolonelin, me pi kafe me shoqënën, edhe më ka dhonë një mirë njohje për kontributin që kom dhonë. Tash kohëve të fundet janë ftof raportet me ta për shkak të shkrimeve të mia që kisha rreth manastirit. Nga një njeri në piedestal, pastaj non grata. I ka një 6 vjet që nuk takoj mu, se kisha çdo javë. Bile kur takohem si ta din, pak mirë po, unë e kom pas qëndrimet e popullatës Deçanit, kom qenë autorizuar me gjitha subjekte politike jo politike të Deçanit, kom qenë udhëhes, kryetarin aktual e kom pas si zëvendës. Natyrisht dhe u desht me përfaqësu sa më. Unë e kom mbrojt interesat e qytetarëve mi, do t'i mbroj interesat e qytetarëve mi, pa më parasysh edhe mos marrëveshje që kom pas me ambasadorin e Amerikës, ata ajo profesion i shtet, politikën, unë interesat, po politika mbi gjitha dhe po kështu është jo vetëm kjo, kemi edhe tjera që më kanë dhëruar, po kjo është e para që më kanë dhëruar. Po, ecim tutje? Sa kujtime të bukura, profesor? Këto kishim
Panajër libri. Panajër librit, po. Panajër i librit, edhe pa ditë kur ka fare Ramushi. Edhe ishim... Si e vlerëson ti? Po, kryetari Ramusi ka bërë shumë për betimet, për promovimin e historisë, kulturës Deçanit, edhe gjithmonë thotë se çdo libër i cili ka të bëjë me Deçanin, për historinë, kulturën, traditën, shkencën, asi do ta përkrohej, edhe ka dalë, ka përkrohë. E organizoj panajër që të bëjnë promovimin e autorëve Deçanas, po kemi pasur edhe Shqipnisë, ka qenë Besnik Mustafaj, kanë qenë tjerë, po pa prit mas veç kur e kemi pasur që edhe Ramushi ka ardhur. Edhe pse kjo është 2 vite, 3 mas meje, po themi se jemi edhe familjarë, sepse gjyshi jemi, babgjyshi ti e mbotër Allah. Si do ta përshkruaje me një fjali? Është e ka i vlerat e veta, kanë vlerësu qytetarët, sa kanë vlerësue, sa vlerësuat prap. Unë kom qenë ushtari tina, në komandën e tina, edhe nuk kom çka flas për shkak se e kam edhe familjarë edhe jemi kënaqur se kom qenë në komandën e tina, sepse natyrisht. Kalojmë tutje? Aksione. Po, komuniteti për gjatë magjistrales, unë asnjëherë nuk shkoj pa uniformë dhe pas që shkojmë vese pak dhe kravatë si themi në mësimit. Kështu që jemi dalë në pastrimin e magjistrales Deçan Gjakov, Rastovic, kom pas, kanë respektuar edhe kolegët, edhe drejtuari, po dhe nxënësat. Merr shpesh aktivitete që lidhen me komunitetin përgjithsisht? Po, sepse vetë shoqata do të ka mision tillë. Edhe kam bashkëpunim edhe me subjekte politike, po edhe me fshatat, bile për herë të parë kur jam përzgjedh kryesues të këshillat të fshatat, apo këshillat e fshatrave, ka qenë një projekt që e kam realizuar me përkrahjet e SDC-s dhe Fondacionit Kosovar për Shoqërinë Civile, KCSF si thonë, dhe kem një lidhje me komunitetin. Tash gjithë thonë se këta janë kryetarë si ka zgjedhur Ademi, faktikisht ato në projekti ka qenë, po natyrisht. Më kanë respektuar shumë, edhe nxënësit e kam pas të mirë, vazhdimisht, nuk më kanë prish, po edhe masteri i dytë mjedis që e kisha. Aty je lidh më shumë? Po, edhe me mjedisin, kështu që e kisha pa kujdesin. E vetmja shkollë që ka pas 2 master shkencor në mjedis, në mjedisi, ka qenë shkollë Rastovic, është edhe një kolege imja, Kimete Selimi, biologe, po ka kryer masterin. Dhe kemi, në kanë pru kontener për kompostim. Po. E vetmja shkollë do mund që ka fillu kompostimin, ka qenë shkollë Rastovic, mbledh si letrash, mbeturinash, edhe kontenerin që në kanë pru special, edhe tash vazhdon, edhe pse nuk kem në Rastovic unë, vazhdon puna me atë. Po, s'është ajo kolegi, është shumë punëtor është. Po. Kalojmë te një fotografi tjetër, profesor, ku ndodhemi këtu? Kjo është Joachim Rëkeri, në Strasburg. E kishim një akademi për presidentin Ibrahim Rugova, edhe Rëkeri ishte i shoqëruar nga Ramush Haradinaj. Dhe i thamë, atë të jepi një libër Rëkerit, tha po, tha me kënaqësi. Bile thash atë bashkë, tha jo, tha, është edhe fotografi ku e me to, jo, tha ti autori, ti tha kimi adhon, edhe aty ka qenë edhe mesisi. Pse ishte rëndësishme për ty që kjo libër të jetë në duart e këtij personi? Jo, vetëm e ka marrë edhe eurodeputetja Von Kramoni, ka marrë edhe Doris Paku, Stipe Mesici edhe Rëkeri, nga se ky ka qenë administrator. Ka parëndshu bile një urdhëres ekzekutive për me e bo bartjen e pronave, është 2008 ty për një sënim duket, që ne ka pa urdhëru për me bo bartjen 2008, por ne s'kem pranu. Preja se kohë, nuk e kom pas fort një simpati ndaj tij, po kjo ka qenë kryeadministratori i Kosovës, edhe i ka zbatuar politikat ndërkombëtare. Ramushi kishte pas marrë për këshilltar për ekonomi. E ka qenë bashkë në Strasburg, kjo është ndërtesa e parlamentit aty në Strasburgit. E bukur, kujtim interesant, promovimi i asaj që çfarë ka ndodhur në Kosovë natyrisht. Bile aty më taku edhe eurodeputetin austriak që është shumë i zëshëm.
Lukas Mandel, I zëshëm për çfarë? për interesat dhe Kosovës. Ku këshyri nuk pata libra se e morë Doris Paku, morë Vën Kramoni, bile aty e patëm Don Lushgjergjin, e pata e përplasë me Vën Kramonin, sepse thotë se gjitha manastiret ortodoksë janë pronë në kishë ortodoksë serbe, se një farë konflikti ramë me ta. Pak, mirë po kur këshyri me dhonë librën edhe Lukas Mandelit, nuk pata, e kom morën post, e kom pagu 17 postën me aqu në Austri, se ta që e kom përcjellë dhe gjermanisht. Dhe thotë se nuk e pata, se të kisha libra sa ma shumë, eurodeputëtëve sepse mi prezentu se... Mi prezentu një situatë faktike, natyrisht. Kalojmë tutje, ecim të një fotografi tjetër, shoqata intelektualve, profesor Rushtiu. Profin, me vlyde në gjithë antarët të shoqatës, kemi një bashkëpunim. Bile nuk e kom ditë edhe në disa libra se kishin qitë, kisha pas qenë pjesë. Një prej tyne si kishë pashku për mua, kishë pas qenë në Sutkera Dugoshi, gjatë kohës luftës që është një më për kujdes. Kem një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me shoqatën intelektualëve Jakova. Edhe promovimin tash që ma bo, që 2 promovimi kanë bo edhe në Universitetin Femi Agani, po edhe në këtu në Pallatin Kulturës, organizatorë ka qenë profi, kuptuat atër me Lydja, tjerët, që në të kryesia, shoqat, dhe kemi bashkëpunim edhe kam respekt për gjithë antarësin e shoqatës intelektuale Jakova, edhe pse ne kemi shoqata intelektualëve pavarur, ta Jakova, po kemi një bashkëpunim kështu. Kemi një respekt. Jeni po aq aktiv ju sa janë shoqata intelektuale? Jo, kohët, një kohë kom qenë shumë më aktiv. Se shoqata e Gjakovës është shumë aktive. Po, bile vazhdimisht e kanë nxjerrë librin Gjumë të demokratizimit shoqëror, Trezat, edhe ceki aty median, proces verbale, cilat media vazhdimisht deri aty se ka qenë Syrivizion. Do të thotë një përkraje kemi për Syrivisionit vazhdimisht, sidomos ta kamermanët vllazër Nixha, si në Valoni dhe Vullneti, dhe tjerët edhe Berati ka qenë, po thuj se Iliriana Pylla dhe gazetarë tjerë në përgjithësi televizioni Syri, po pasi mi vëmë do sanksione, më dasht me pauzue, po me stopu, shoqata Jakova është jashtëzakonisht aktive, janë edhe pse në mosh, po gjithë, po janë jashtëzakonisht aktiv, dhe unë marr shpesh pjesë në takimet e tyre, promovime, po janë shumë punëtorë. Janë një grup shumë i mirë i tyre. Po. Kalojmë tutje, profesor, shohim ku jemi te një fotografi tjetër. Ku është kjo fotografi? Pse është e rëndësishme? Po. Çfarë përmban për ty? Që kemi në Zagreb. Është ambasadori Martin Berisha, kryetari botuesi Mustafilaj, edhe ata shkaqet ato sigurimit, kishin promovimi librit në Zagreb, që na patë organizue ambasada. Të librit për krima apo për manastirin? Jo, për krimet serbe. Patë organizue ambasada dhe shoqata Drita, bile është një mulla jupe këtu, që është ka qenë shumë aktiv si më kanë ndihmuar atje. Na ka pritur ambasadori i Republikës Kosovës Martin Berisha. Pastaj ka marrë pjesë edhe në promovim 3 ambasadorë i Shqipërisë, Maqedonisë dhe i Kosovës, 3 shqiptarë, kështu që ishim na kanë bërë një pritje jashtëzakonisht. Meritat më të mëdha ka Ermina Përlaskaj. Ajo ka qenë deputetja, që na ka organizuar gjitha. Drekën e kemi humbur bashkë në selinë e Parlamentit të Kroacisë. Aty vetë shqipë folke, do thonë dominuam me murëm në Parlamentin e Kroacisë. Interesante. Po ishte një knasi sepse kjo Ermina Leka Përlaskaj, do thotë, kishte një autoritet jashtëzakonisht atje. Tash duket e kanë emëruar për këshilltarë, kryeministët, kështu që jemi në zyrën e ambasadës tonë në Zagreb. Tutje për vojat bukra, ha? To është do thonë ambasadori që kam ndërzuar librat. Edhe shqip edhe në anglisht. Kryetarin e kom pas jashtëzakonisht në përkras me Vacenar Mesosar Mustafilin. Është ky si shtysi. Ju kam mbështet, po ju bashkan gjithë edhe kryetari dhe me fatë që i pata dytë, kanë thonë të veç shkruj, në dhe ti s'po ndalon së shkruari. Po mundohen, po. Shumë e mirë.
Bukur ecim tutje, e sa të mira këto fotografi, profesor, prap një tjetër protest. Vullneti Avalionit, cili është që aty. Jemi në protesta që kishim për vendimet politike, për pronët që në morën pronët shoqërore. Do të thotë vazhdimisht kam qenë në organizime. Tu tashti për mua prioritet kanë qenë kolegë gazetarët. Është aty shoqënit është s'po dije se pja harroj ka pe huçi, a Valon Nixha apo Vullnet Nixha, është ajo gazetare. Mu po m'duket Valoni. Tash cili është nuk milnohen ndoshta nëse edhe ajo gazetare e kam harruar edhe emrin se është shoqënuese, po janë edhe media të tjera për krajet tonë, do të thotë protestat që janë dërt shumtat që kemi organizuar. Në këtë drejtim. Po kemi pas sidomos prej 2013-s. Edhe më thënë, një shpirt revolucionar e ke ushtru gjatë gjithë kohës. Po, dishim se kanë bota pa drejt, edhe për mua kriminali më i madh është politika, se politikisht ne kanë marrë pronat, ne kanë penguar zhvillimin, nuk kemi ku ndaj manastirit të Deçanit, sepse është objekti trashëgimis kulturore turistike, mirë po për shkak të vendimeve politike, sepse politikisht na morën ato prona dhe ekziston rreziku që kemi pasojë të tjera që nuk po du me paragjyku, po ende statusi nuk o vendos definitivisht, po është penguese e zhvillimit. Arsye është protestat që kemi bërë, se i kemi shtjerë pothuajse të gjitha. Kemi qenë në parlament, kemi qenë në për ambasada, në për grupet e deputetëve, bilin atë ku ka qenë kryetari aktual i grupit AOK-s, Ardian Xhini, edhe të tjerë, do të kemi takuar me kryetarin kemi qenë edhe stafin që e kisha, po edhe protestat ishin, mirë po rezultati Dihet që është, natyrisht, po. Sa dulim na. Ne i morën. E vërtet. Kështu. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu jemi në Dallas, është shoqata shqiptare amerikane, që ishte shembull organizimit, atje kishin organizuar shkollën shqipe. Këtë baza vullnetare, po, atje kam pas promovimin e librit, krimet serbe, po edhe manastirin i kam pas disa ekzemplar, edhe pse nuk mujtëm ta mund me marrë se në Houston, në New York, atër aeroplani kishim teshat e që dashkë mund, e ish pak problem. Njanë 60 libra i kam pas me veti, po nuk leje ke pesha, ma shumë. Është Visar Visoka, është kryetari i shoqatës amerikane shqiptare në Dallas, i cili na dekoron për kontributin që kemi dhënë. Kënaqësi kur i sheh aq larg janë largat dheut, ndërkaq aq shumë janë të lidhur me vendlindjen. Me të vërtet janë të lidhur bile një gëzim të veçantë e patën se thanë ne jemi larg që ko pak, edhe po kemi pak vizita nga politikanët apo krerët institucional në atë rajon, kryesisht fokusohen në New York, sepse New York ishte qendra e shqiptarëve dhe mirë po them për mua ishte Dallasi ndër shoqatat apo qendrat më të organizuara shqiptare, kish jashtëzakonisht shumë edhe Deçanas, të unikut, Kosovës në përgjithësi, Dallas kishte shumë. Që kanë ndërtu jetë atje dhe janë sukses. Po, edhe po them ishte kënaqësi me po e klas nxënësat, edhe atje po puneshe me libra me abetare të unifikume, edhe me libra që kanë lyp prej Kosovës. Shumë e bukur, ja? Është emocionale, besoj kur e sheh. Edhe me nxënësat edhe Shqipërisë dhe Kosovës ishin këtë baza vullnetare, një organizim jashtëzakonisht i madh. Belem kanë ndihmuar materialisht edhe pa ditë. Pas vendos një kuti çelçi, edhe kur po më bin çka marr këtu, tha për ty i kemi këtu. Do të thotë ças shumë kanë ndëruar se me çatun e botova dhe bleva një laptop që më vyke për punë, edhe botova libra prapë. Po, sa të organizuar, sa simbolike e bukur. Komunitet shumë i organizuar këtu, një minore të tilla nda edhe për kryetarin e komunës edhe për ish nën kryetarin e tash drejtorin e Jashar Dobrit, do thotë. Po. Kogja përjetime interesante, ha? Ky rrugtimi juaj. Kalojmë te fotografia tjetër. Çfarë thot kjo? Të jam në Mulhouse. Ku është ky vend? Është në kufi me Zvicër, Francë, është pjesë e Francë. Këtu është shtëpia e Hitlerit,
Bile une nuk e kom kuptu ato, une në shaka e qezduarën si Hitleri. Edhe bëj publikim në Facebook, në tjerë djalli, thot, heke atë fotografi sa më shpejt, sepse ta ndalojnë për dyja se shkel mu ato, këtë simbolin si është e Hitlerit. Atër, një ndalë me 2 gishta në balkonin ku Hitleri ka dalë, dhe thot është në Mulhouse, është në kufi me Bazilin. Atje e kom motrat, 4 motra e kom në Francë. A ruhe kjo, a ishte... Jo, ne vëzë dhe në balkon, po jo, kemi qenë edhe me gazetarin në Radio Televizionit Fontana, Zëqer Mehmetajn, në thot, po jo. Po thomë, boni përshtypje asë në sekundit, se është ndalu me kjo përshëndetja Hitlerit që ka qenë, edhe e mësova ato. Interesante, nuk e di njeriu, por mund të apsoj. Atje kemi bërë dhe intervista, kemi vizitu biznesit shqiptare, e kemi intervistu shumë, do thotë që jemi dollë edhe në përkraje, tyne, edhe ata ndjenë një knësi si kemi shku në. Unë isha, po thëmë, bashkë me Zëqer Mehmetajn, ishim edhe në Strasburg edhe këtu dhe e shfrytzuam atë rast, si suj. Po është knësi. Shumë e mirë. Tutje, fotografia tjetër? Kjo është Skënder Rexha Metaj, komandanti Kusharës e ka qenë, i ndjerë, ka pa mbet pa punë, nuk e merë këja askush, edhe i më thonë, ti ki marrë punu tonë në shëqat, ka punu disa vjetë, pas ta e dalë zyrtar komunal për emergjencë, ushtarak, nuk ka qenë, edhe në atë kohës dhe kjo zyrtarët projektit të SBS, se jo që ke atjerë, mirë po pa ta kurzu se nëse nuk merret ky djalë në punë, nuk do të ketë projekt, edhe kum pas atë personin, po thuj se ma tafërm, deri në vdekjen e tij, që ka një djalë shumë i mirë, ushtarak shumë i mirë. Ka qenë komandant për fshatin Nisnis, kuptohet me të rëzemin me të pjesë, pastaj në Koshare, do ka qenë djalësh kuptim. Tutje, fotografia tjetër? Ku jeni nisur këtu? Jemi në Bjeshkën e Belegët, është një ndër resurset më të mira. Më të mira, bile një libër që e kom promovuar dhe përmes televizionit juaj, resurset turistike. Bjeshka e Belegët ka konditat më të mira se sa Brezovica për skitari, për sportin dimror. Bile ka qenë ministra i infrastrukturës i shkretari Gjakub Paleke, edhe në bone pak përshtypje se nuk e ka ditë se ekziston një bukuri e tillë. Ishim në vizit me kryetarin edhe u konë organizue Kupa Skitarisë për Kosovë, do thotë. Tash do të bëhet me 15 mars në Bjeshkën e Deçanit Bjeshtë Madhe. Shëndrimi i atraksionit turistik. Po, tash i kemi 2 pista të skijimit, është edhe Bjeshka Belegut, është edhe Bjeshka Madhe, si thojmë na, është Carabrek dhe Deçan. Bjeshka Belegut, kjo si është, ka pas për majtë lojrat olimpike dimrore në to, mirë po për shkak të ankesa që patën bëhe Serbia, nuk patën lejuar, patën su në Sarajevo. Kjo më duke ka qenë 84, Bjeshka Belegët është kompleksi turistik, Bjeshka Belegët, në projekt i hartuar për Institutit të Zagrebit, po tash atëherë kam bet për shkak të ndikime politike, tash na u ka prish si projekt sepse na i morën to pronat e hotelit, ato na i morën në manastiri, kryetari tash u ka munduar, e ka çuar rrugën deri atje pothuajse. Tash i kemi 2 mundësi, edhe Bjeshkën e Belegët, edhe Bjeshkën e Deçanit. Atraksionet mira, kalojmë te fotografia tjetër. Pra. Tu jemi në Capitol Hill, do të kur ishim në Washington, në ka organizuar një pritje në një Besa Tafila i Pinçuti. Është bile një personat më të afërm të presidentës amerikane, edhe Bidenit edhe ka qenë gazetare gjatë lufte ABS-it dhe është drejtoresh shoqës të familjarëve të ushtarakëve,
Në ka prit jashtëzakonisht, ne kemi pas takuar me Bidenin sepse libri Krimet serbe në gjuhën angleze ju ka është dhëruar përmes besës. Po ndodhen ndryshimet në zgjedhjes që fitoi Trumpi, hupi Kamala Harrisi, atëherë na u preshën pak hesapa dhe nuk mundte me taku Bidenin sepse ishte organizuar prej besa tafilet, edhe na ka hek shpenzime sa kemi qenë në Washington. Besa është vajza e këtij Ramis Tafilejt. Pra është Capitol Hill. Jashari ka qenë kryesuesi i kuvendit për disa vite mandate. Nën kryetari i komunës, tash është drejtori i administratës, është një person me të vërtetë më respektuar, ishte udhëtar i Kusharës e viteve 89 më gjitha. Vazhdimisht ka kemi shku bashkë, kemi shku me to. Po. Nuk na ka parkatësia partijake, nuk ka Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër, Krimet serbe. Kjo është pra Krimet serbe. Ajo për cilën folëm edhe në fillim të diskutimit. Është na pa dashur që ata ishin bisedimet me Serbinë, edhe ka qenë një Fortuna Sheremeti, këshilltare e kryeministit Albin Kurti. Pas ka ndëgjuar Albini se kishim komunikim me Albinin për shkak se vinte në protesta, ka përkrahun pas disa kohë, edhe pse na lujti pak, po është çështje politike ato let. E patëm ngut, e pata bo Krimet serbe se ka kry vetëm gjatë vitit 99. Po. Pastaj e ka marr kopjen, bile e ka lypë në nënshkrume, edhe kryeministri, edhe presidentja, ata kemi hyrë përsëritje, kemi plotësuar, edhe vitin 98, do të prej 24 marsit, 98-s deri në qershor, po dhe pasojat që kanë qenë prej minave apo varrezave masive tjera, do të përfshijmë Krimet serbe, rasti i Deçanit. Një material i argumentuar jemi munduar, është përkthyer në gjuhën angleze, turke, malazeze, frangë, gjermane. Tash besoj se do ta përkthejmë edhe në gjuhën arabe. Është e kanë marrë përsipër të Bashkisë Islame. Është interes, është namazan, i qitën, nuk është pyetje as që di a shite as shite, mirë po vetëm që të njoftohen bota çfarë ka ndodhur në komunitetin në Kosovë, bile një polic pas ka pas qenë tu në Deçan i unë mikut, se është, thot ku më i ble, vesh ku më reklamon, thot se e bleva librin për krimet që ka ndodhur në Deçan, pra jemi mundu ta promovojmë sa më shumë. Kalojmë te fotografia tjetër, profesor. Që këtu tashti. Kjo ishte fotografia që folëm paraprakisht. I thash unë jepja, tha jo, tha jepja, tha vetë se autor. Natyrisht. Do thotë është Ramis Tafilaj, ajo është promotori, si thonë, me Rukjerin. Ti qenë ke me fat që e ke njohur këtë Ramis Tafilaj? Po jemi edhe me fshatës si ku ishi, me Agja jam këngëtari, Rapsodi ka qenë të ky atje, pastaj ka parë reagimet e mia që i kisha rreth çështje ndryshme. Jetës, edhe ashtu në herë puna, nuk e ka besu që do të punoj ka shumë, po fati. Ma mirë që s'ka besu edhe e ke surprizu. Unë pata fatin, themi kështu, se mi ndërprejnë projektet, që kisha edhe me USAID-in, pastaj me NDI-n, e projekte USB-n e tjera, kur mi ndërprejnë, ju ktheva ty në problematika të tjera. Natyrisht. Edhe kështu që. Natyrisht. Kalojmë tutje? Kjo është Doris Paku. Dhe gjatë postë. Është, po, bile tha, kom dëgju, tha për këtë libër, me gjasi ka dëgju kë Tafilaj, mirë po tha, nësi tash që për e kom dorë. Po. Bukur. Kalojmë tutje? Si është veshur? Ku që zi është veshur? Kjo është aktoria tash Roza Gnagnosti, në një organizim që kishim në Tiranë, si jem pjesë e bordit edhe përgjes për Gjakov, Junik Deçan edhe Ravec, në Gazeta Alpeve. Apo një kohë tërpoja që ishim, bile takimin e para kemi marrë tu në Gjakov. Tash po mlidheni për një aktivitet tjetër, me sa po i shoh fotografi. Po, ju përcjelli vazhdimisht në rrjetet sociale. Në Valbon do ta kemi në atë aktivitet. Bile për herën e parë kur kemi marrë tu në te ju, ka qenë kryeministër Haradinaj, po ka ardhur ky i pes Luka.
Ekrem Luka si këshilltar. Duket ka marrë pjesë, na ka nderuar, pastaj Islam Lauka, e prej asaj kohë tash kemi pa numër të, edhe në vende ndryshme, veç në territorin e Serbisë e nëse kemi mujtë me majt. Vjetë keni qenë nëse nuk gaboj në... Kemi qenë edhe në Vuthaj, në Gjelan, në Gjelan kemi qenë në Shkodër disa, në Tiranë, Gjakovu 2 herë, në Pej, do thonë vazhdimisht, e kemi pas Prishtina. Dhe si bëni për zgjedhjen e atyre emrave që vinë? Jo, na qesim me njoftimin. Aha, e mandej garojnë aty? Jo, aty merr pjesë kushdo. Kushdo, se shoqi i prezantoni emra. Po, ftesa tash. Natyrisht. Një kohë kem pas gazetën, edhe paguisha vetë unë, prej shpenzimeve të mia, vetëm me dal qytetar. Atëherë në kioska, edhe tash në elektronike, se tash kopjet fizike pash pak problem, do në s'ke morë shtrire. Është gazetë gjithë kombëtare, me thonë shësoj. Fatim ka qitë edhe me Rozën taku, po. Kretare ka morë një minjohje, ja kem pa ndonë këtë sansë. Bukur, ecim tutje? Është në Gjakov këtu, kur më kanë dekorua për herë të parë, me çmimin Mark Krasniqi. Pastaj kanë vazhduar çmimet tjera Pena Alpine, edhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë na kanë dhënë çmimin Fajkonica. Po për herë të parë këtu në Gjakov. Sa janë të rëndësishme çmimet për ty? Po është se e din se po vlerësoj ka dikush. Vërtet. Po ndëroj ka dikush, po vlerësoj ka dikush. Do thotë ajo është se ndoshta se në aspektin material s'ka vlerë, ku më ditë sa, po është respektin dera, nuk ka çmim. Islam Lauka është edhe qytetar nderi i Deçanit, edhe i shoqatës, kështu që kem pas respekt edhe kanë nderuar me këtë. Natyrisht. Tutje, fotografia tjetër? I vetmi civil që kom qenë, kur është pensionuar drejtori i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, kur ka qenë edhe në Pej, pastaj komandant Deçan, kom qenë unë. Ky është tash ish komandanti i stacionit Deçanit, do më ka respektuar jashtëzakonisht shumë, më ka pa për shkak të organizimit protestave. Ka qenë i ulur pikërisht aty në atë ulse. Edhe ka rrëfyer jetën e tij. Kemi një mik jashtëzakonisht këtu. Një jemi edhe prej para lufte, po edhe mas lufte. E ashtu që bile kur ka marrë fjalën, ka thonë, unë e kam një person të veçantë, edhe i mdasht me dalë me ta, ku ka folë me ta. Tutje, fotografia tjetër? Kjo është Federata Vatra, do në kur e kemi mbajt promovimin e librit, me të vërtet në kanë ndëru, i ka dhonë jehon, edhe ka transmetuar edhe mediat atje, po ka histori të veçantë kulturore. Me të vërtetë edhe ishën. Aty bile s'podia është aty Rustem Gecaj, spishëf. Thot është e përkthyme në gjuhën e armikut. Thash jo, tha unë ta përkthej, edhe kom përkthyme në gjuhën serbe, do të serbski zloçini në Kosovë. Do të prej aty të ka dal, atëre muar për masa që e botum edhe turqisht edhe gjermanisht ose. Pra ishim një komunitet në New York atje, gazeta Dielli pastaj. Veç me të vërtet ishte kënaqësi që s'u besu kursi do ta promovoj librin tim atje. Unë kur flas për këtë organizatë ose për këto shoqëri që kanë funksionuar qysh në kohën e rilindasve, t'jep me kuptu se sa jetë gjatësi kanë këto dhe sa mirë që ka njerëz që i mbajnë gjallë këto shoqëri dhe këto organizata. Po thonë, kur kom fillu me shkruaj, nuk kom besu kur se do të merë si përmosash, po vynë disa fish ma vlerë ka promovimi, se sa një... Po, kuptohet e pa diskutueshme. Shumë kanë ndihmuar Ramizi, Ramiz Tafilej. Edhe në Washington është Liga Amerikane, që është prej mas luftës së parë botërore, pas ka bërë Kongresi Amerikan. Po. Edhe një generale atje, pas ka pasjenë në Kosovë, na premton thotë çështja e Deçanit, krimeve dhe e hyrjes së Kosovës në NATO ka me qenë në çdo takim që do kemë me senatorët e me kongresmenët atje. Edhe na ka premtuar se do të na vjen në vizitë në Deçan, do thonë se është. Kalojmë tutjet e fotografia tjetër?
Këtu jemi. Ky bile është Meksikan, Po. edhe jashtëzakonisht punë të madhe në ka bua atje. Librin e kemi çuar në Kongresin, në bibliotekën e Kongresit Amerikan atje, se e kemi. Mi po ky kishte ligën amerikane që është e fuqishme. Edhe kishte kontaktet, komunikim me senatorët. I promovim i jashtëzakonshëm i librit. Jashtëzakonisht bile ka zënë thotë kur i marr në Kosovë, e djeg në Kosovë, mas lutë, kuptuar? Po. E djeg në ato thotë kam kënaqësi me orë me po sa është ndërtu. Edhe shpresoj se do të vjen që kemi menduar se kryetarët janë dhënë një mirënjohje qytetit, se është një titull që është i themeluar për kuvendit komunal. Pas qytetar nderit si është. Po, faleminderit. Kalojmë tutje. Pa është humane kjo, është vazhdimisht e mundu me përgjigj ftesës se Carabregi dhura në gjak, bile më kanë ndëkërua me këtë, edhe pse ka pas raste, vetëm më kanë shpu, po s'kanë mundë morë gjak se jam pak i ndjeshëm se nuk mund me gjetë venat pak. Është problematike gjithmonë, po jam mundu që sa do pak të kontribuoj në atë aspekt, po në aspektin medial kom ndihmu shumë, se edhe kom bo shkrime, po edhe kom ftu media, se bede me leshe mu organizimin, të ishen me media komuniko. Shumë e mirë. Jemi mundu që kontribuojme në këtë aspekt. Të gjitha nga pak, sidomos tek dhurimi vullnetar i gjakut që shpëton jetë, është një ndjesi shumë e mirë. Vllazët e motrat kanë thonë jetën për ne, na bile të japim i gjak për vllazët e motrat. Fiks, e vërtet. Kalojmë tutje? Këto, ke bo jashtëzakonisht problematike i pa të mbyll dyert Savojanici, me propagandën e tij se u ka sulmohet manastiri. Ne ishim vetëm 10 vetë që ishim organizatorët ose këshilli organizativ. Aty janë ta përfaqësues të partive politike, gazetari, kryetari tash, përfaqësues të tjerë, aty në shkollë e mrapa, edhe zëshim në lejue me vendos 2 pankarta. Më kujtohet mirë se edhe televizioni syri ka qenë. Unë isha si kryesues. Shtyme për shtyju, edhe jemi shku drejt të manastiri, e kom marrë një fjalim para me ju kallëzuar që nuk kemi ata kriminalët që në akuzoj ke Savojanici, pa të bolla musim, kena ardhur miku, bila profesuesi unë mikut, mu bind, kur ja qesim fotografit, që jemi, s'potom tash, i ka si njëra, po të zgjedhërit që në kanë zgjedh subjekte politike, dhe që në qytetarë në kanë besu, edhe s'ke marrë kërko tjetër, vesë në atë 8 imi konë. Ashtë edhe dikun shpan lokaj, ka qenë kolegi juve, do dhe jemi në para manastirit të shkue për cilët policisë Kosovës. Kjo janë protestat, do thotë. Po, kalojmë tutje? Protest. Kjo është në panajiri. Për respektin që keni. Po, me këta këmë qenë edhe kolegës studimet master, po është aktiviste e ka mashme kjo, edhe e kam një shoqë që tash se e themi, vazhdimisht o mundu më ndihmua. Me vlytën e kemi, to e në librat e mija do të ekspozume. E admiroj këtë grua, është veprimtare e jashtëzakonshme. Jali fatë publishingi, ka thonë në qëndër mrapa. Po, shumë e bukur. Tutje, fotografia tjetër? Kjo është libri i dytë që kam botu, është publicistik, janë reportazhe, janë intervista me figurat ndryshme, edhe të Kosovës, Malëzisë, Shqipërisë, Preshevës, do thotë Maqedonisë, në fushat të ndryshme. Pastaj kam reportazhe që kam bërë, janë temat të cilët e kam trajtuar si gazetar, edhe i kohës ditore, edhe i botë sot apo botë ekspres, dhe ngjarje ditore të ndryshme. Do thotë është një libër që shkrimet i trujtëne i kom përmbledh në këtë libër. Kalojmë tutje? Ta kemi pas promovim të ju këtu në... Po. Libra pa fund, një tjetër libër. Kjo është libër ma fort autobiografik, jeta ime. Bele u lidh me atë që bot ftesën, me qenë prezent. E kom promovu në gosht. Ka të zënë prej femirisë, kuptohet për decionin, për fshatin, për familjen, jetën teme, deri të promovimet që e kom pas, gjitha i munduam,
është vështirë me i përmbledh gjitha, po janë autobiografi, do thotë aktivitetet mia që kanë pas gjitha fusha, si gazetar edhe si mësimdhënës edhe aktivist shoqërisë civile. Eksistoj, pra është një libër që shumë kanë thonë më se herët është, se ti ki, po me thonë drejtën pa tani të lashe shëndetësore. Dhe nuk e desha, do të mundem, po fati e kisha qërë ta krye. Mos me alon dikuj me ma botu, po ta botoj vetë. Po deshti fati që... Shumë e mirë, u bën dy të mira bashkë. Po, te i kalova atë krizë dhe... Uroj të mos përsëritet. E vepra të përsëritën, gjithsesi. Faleminderit. Kalojmë tutje te fotografia tjetër, pra kemi. Kjo është libri, është mënyrë kronologjike këtë që ka ndodhur rreth pronave të Deçanit. Do dhe me vendimin gjësor në parlamentet gjitha, do thotë e mundu që të qesim një të argumentume, bile kanë ndihmu këtu edhe ambasadori për marrëdhënie me NATO Astrid Zemëj. Edhe thotë se kjo libër mas 50 vjetë do ta ketë vlerën e vet, sepse do të tjerën. Këtu më kanë ndihmu shumë edhe Avnes Pahiu, e humë redaktor. Pastaj Besnik Mustafani, e humë recenzent, Ahmet Qeriqin e ndjerë tash recenzent, do thotë, jashtë po janë mbi afër 200 fusnjota citimet që i kom morë, janë për shkak i urujtë dhe aty në anës penale. Natyrisht. Që mos të kem. Po është e detajuar çdo gjë që ka ndodhur rreth monastrit. Me këtë histori, po. Tutje? Gruaja, djali i vogël ky, ishte maturën. Po. Kishte ta mbronte. Veç na tregove që është edhe po, edhe tash është ka i profilizuar gjeografi, nëse s'gaboj. Po, është ka shqyqojmë doktoraturën në Zagreb apo dikun, është janë angazhuar që tash prej Akademisë Shkencave për këtë enciklopedinë shqiptare, ta mbulon. Që është duke u bërë. Ministria e Arsimit angazhon në testin e PISA, KCZ e tjerë, mirë po ende i pa punë. Është tregull s'ka, po punën për shtëpia, mundohet do të aktivitet. Shumë bukur, uroj të punësohet sa më shpejt, të profilizohet. Tutje kemi edhe... Ta janë. Nipat, a? Po. E vajzës. Djemë të vajzës, më thëtë. Është në Gjermani me ta. Mos me komuniku, s'pa ku 3-4 mërëna dite, në me ta. është pak problem. Po flasin Shqip? Po. Shumë mirë. Shqip. Është, bile isha vitin kalun pak më ta, non-stop me mu të fjetë. Po, qëndrimi shkurt ishte për shkak se kishim në Minhen, kishim një promovim librit. Edhe Minhen, ishte edhe Darka Loms, edhe mu dashke me mu bart atje, se vind të kryetore për Kosovë, unë e anejnë e u bu më bashkë me Minhen atje. Natyrisht. Tutje fotografia tjetër? Kjo është e fundit nëse nuk ka boj. Tash, me shoqen, djemë të vojza, ta fëmija mi, vojza me 2 djemët. Dhurojnë që shtohen edhe shumë një pa ambesa tjera. Faleminderit që presojmë, po presim tash edhe për djali malë. Po. Presim që ta kemi. Natyrisht. Profesor, faleminderit shumë. Shijova këtë diskutim me ty edhe mësova shumë qka për cilat ju kam njohur për mes rrjeteve sociale, aq sa kam pas mundësi t'ju përcjell. Mirë po, kjo që bëm sot për mes këtij emisioni besoj është një rëndësie të veçantë dhe për shikuesit dhe për ata të cilët nuk ju kanë njohur sa duhet. Faleminderit që ndave historinë tuaj me ne. Faleminderit shumë se është pak befasuese për mua se s'jam mësuar që ta kem një... është një format interesant. Edhe dyqysh ndjeva jashtëzakonisht mirë, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë ju e stafin e televizionit Syri. Shpresojmë që të jemi bashkëdhënisht në bashkëpunim me ju, kështu që edhe një herë faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit miq të dashur, ne do ta përmbyllim këtë diskutim të sotëm, ishim për më shumë se 1 orë me profesorin Adem Lushaj. Vazhdoni të jeni me ne dhe të na propozoni edhe emra të tjerë, sepse jemi në dispozicionin tuaj t'i pikasim ata njerëz të cilët nuk kanë folur shumë për veten, por prapa atyre qëndrojnë shumë histori e fragmente jete. Mirëmbëjtshi, natën e mirë, takohemi të martën e radhës.